Shikon që buri ke. Kafe. O Beki, kush ka ditëlindje nesër? Kush ka ditëlindje nesër? Kush bën 1 vjet? S'ka gjë, mami, lere si ta merr mami. Si e mba kokën. Rap. Si princesh. Bravo. Bravo mama, baba. Vendose këtu. Jo. E hodhe? Më vesh si një parisjene sot, bashkë me muzikën. E hodhe? Beki, ta e mami? Le. Hello, gocat e mia të YouTube-it. Nuk kam postuar video. Mendoj se kjo është një video shumë e veçantë. Nesër Beki Rose bën 1 vjeç. Nuk dua të prekem lot kështu gjëra se realisht thjesht nuk dua. Nuk kam bërë video këto kohë, duke qenë se të gjithë fluksin e punës që ne kemi patur, në gjithë fluksin e punës kemi patur ato vonesat të reklamave, ne përgatisim ditën, programojmë gjithçka, bëjmë agjendën tonë dhe askush jashtë punishtes, kompanisë tonë nuk gjende duke I respektuar këto datat, orare që ne I kemi shumë të rëndësishme, sidomos kur lançojmë diçka. Jemi marrë me pop-upin në jug që do mundohem edhe ta ndaj pjesës atë vogla kur të shkoj atje sërish dhe nuk kam bërë asnjë video kur isha sepse stresi, ngarkesa të bën që ti nuk je e qetë që të flasësh. Edhe tani që po konsumoja drekën, thash të flas pak se realisht ju kam lënë çik fare pas dore dhe dua të mbaj atë premtim që kam dhënë, dua të jem aktive edhe të ndaj gjëra të bukura me juve, bukura, gjërat e ditës, gjërat e javës, muaj. Mendoj se, si që thash, kjo video është nga ato videot më të veçanta për të gjithë ne. Mbase duket sikur e bëj vetëm për Bekin, por gjithmonë ka qenë e veçantë. Tash nuk të prekëm. Edhe për Rojin, por fakti që është gocë, Beki ka në një moshë timen më përgatitur, më e rritur, në karrierë, në karakter, shumë gjëra, shumë më mirë se që kur isha me Rojin. Me Rojin ishte eksperienca parë, isha pa përgatitur se çfarë do më gjente, pastaj ishte ajo periudha shumë e zezë, pandemia, tërmeti, edhe disa gjëra shumë të bukura, u mbetën si në hije, pa përjetime të bukura siç më ka ndodhur këtë vit me Bekin. Kështu që nuk e di nëse ka një mami që mund ta mendoj këtë dhe ta shkruaj, por kurse si mos të mendoj dikur që ja bëj me hile, fëmijët janë njësoj, siç dhe gishti vogël dhe I madhi, por që gocat kanë tjetër frym. Unë nuk kam patur një motër, nuk kam patur një mbes, nuk kam patur një ndjesi femërore, sado e vogël ose e madhe të jetë, në jetën time. Nuk e kam patur kur, duke qenë se edhe me shoqëritë nuk kam patur fat të kisha një shoqe
nga fillimet deri më sot, që unë të rritesha me të dhe ta konsideroja si motër, si shumë të tjera që mund ta kem. Edhe mendoj se nuk do isha në fat në çdo drejtim, siç kam qenë me fat në drejtimin e dashurisë që unë dashurinë e parë që gjeta takova, përfundova, edhe fat ndoshta në biznes ose në karrierë, unë nuk e vë ndyshim që njeriu diku nuk do e ketë si ëndër ose do e ketë si dëshirë, si që është pjesa që unë s'kam patur kur një motër dhe nuk kam patur kur një shoqe zemre që ta kisha për jetë, jo se kam patur në periudha të caktuara, por një njeri si puna ime që është gjatë kuptueshme që ti ke nevojë për një shoqe ose ke nevojë për një motër, mbase shoqet e sotme përfitojnë pak më tepër te kjo mirësia dhe kjo dashuria ose kjo e të bërit pak më tepër siç ti ose siç mund bëjnë gocat. Nuk e di se cili e ka shumë private këtë pjesën. Por që jam shumë e lumtur që Zoti më bekoi me një gocë, edhe unë do kem vërtet gocë, do kem shoqe, do kem motër, do kem gjithçka. E di që fëmijët sot rriten shumë shpejt, Roy është vetëm 5 vjeç, edhe muhabetin që unë e bëj me atë herë pas here, është sikur ta bëj me një 15 vjeçar. Kështu që mezi pres që edhe Bekin të kem një shoqe të vogël, një motër, edhe jam shumë e lumtur, nuk e di. Pregëm shumë shpejt. Te kjo janë disa momente shumë delikate, shumë të bukura, që unë shpesh herë, jo shpesh, por gjithmonë zgjedh i mbaj për zemrën time, se nuk e di, thjesht zgjedh i mbaj. Thash, nuk e kisha programuar këtë video, edhe ishte shumë spontane. E di që nesër do festoj, edhe nuk do kem kohë që të marr kamerën të flas. Unë edhe kur Roy ka ditlin kështu bëhem, 2-3 ditët para atë ditë. Okej. Dhe siç po thoja, nesër do festojmë, është ditëlindja. Unë e kam shijuar shumë këtë vitin, ka kaluar shumë shpejt. Fakti që kam patur një shtazani shumë të mbar dhe një lindje shumë të bukur këtë herë, ndryshe lindja me Royn. Më bën që të kem vetëm kujtime të bukura dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë, se kur të rritet Beki dhe e tregoj, dhe shikoj këtë video kur të kuptoj, edhe mendoj që të bërit influencer ka shumë pjesë negative, realisht, por ka dhe shumë pjesë pozitive, si që është kjo e të paturit kujtime, kështu, si që unë po bëj këtë video dhe pas shumë vitesh unë mund t'jem plakur, Beki është e madhe, do shikoj këto, mbase do ndjek të njëjtën rrugë si unë, mbase jo, nuk e di, por që është më bukur që edhe unë do doja për kujtim të kisha në një video të shikoj mamin të prekur ose të fliste për mua, edhe unë të kuptoj se sa kam arritur, si që jam sot, për shembull, si që mund t'jetë Beki që do thoj kur të rritet ja ku jam, janë shumë bukura. Këto janë vërtet kujtime shumë bukura dhe kam shumë qef t'i mbaj dhe të krijoj sa më shumë kontent edhe për juve, por edhe për veten time në një të ardhme, edhe për fëmijët e mi, është shumë gjë e bukur, dhe pse në 1100 sfida që të dalin këtu në Shqipëri, në moment caktuar është vërtet e pamundur që ti të realizosh diçka e tillë, se në të vërtet është një punë, shumë njerëz jetojnë me këtë punë duke bërë YouTube, edhe jashtë edhe në Shqipëri, edhe vërtet i admiroj shumë sepse është një ndër punët që ka vërtet strapacim, por nga jashtë nuk ta kupton askush, mendon që ti thjesht bë qef edhe ti nuk bë punë, kur është krejt e kundërta, mund të themi që ndonjëherë ka pesh stres më të madh se çdo punë tjetër që mund të ishte zyrë. Është pak a shumë YouTube-i si një biznes që ti aq sa ti investon, aq do marrësh mbrapsht, ose sa më shumë ti impenjohesh, aq më shumë kërkon punë, por është dhe feedback. Pra që është një punë e vërtet.
Por unë e cek dhe them gjithmonë që nuk ka qenë një punë, nuk e kam parë si punë, dhe pse është mirë ta shikoj si një punë, në mënyrë që unë të frymëzohem dhe të jem sa më aktive dhe ajo vlera shumë e vogël monetare që unë të marr, ta konsideroj si një diçka që unë kam bërë një punë. Fakti që editohen video, fakti që ti merr pak minuta nga qetësia jote që mund ta marrësh dhe të relaksosh për veten tënde. Kështu që të kalojmë te tema ditëlindjes, sepse zua të marr vëmendje për gjëra të tjera në këtë video përveç se titulli të jetë Becky's First Birthday. Sot dolëm, kemi pirë kafe në mëngjesit bashkë me Rogertin, bashkë me Bekin, donim që të kishim një kujtim. Ro ishte në shkollë, e dërguam sepse dje nuk ishte dhe ka qenë pak i lodhur se fundjava ishte raskapice për të. Dhe duke qenë se as nesër nuk do jetë prej ditëlindjes, mendova që ta çoj sot. E kishim një mungesë të vogël të kujtimet para ditëlindjes, por që dolëm u kënaqëm, dërgova vjerën time te parukëria, sepse donte të lyente flokët, t'i printe, t'i krifte. Nuk di nëse do ketë kohë për t'i krejur nesër, se do jemi gjithë rëmuj, por që mendoj se duhet të gjejmë pak kohë që të krehet dhe nesër, se duke patur flokë të zeza ka ngelur dhe pak shenja në lëkurë. Gjithsesi, unë make-upin do ta bëj këtu. Kam rezervuar një make-up artiste që është Lebi Mua, që kam punuar edhe më përpara, kam bërë look edhe më përpara, sidomos për herë të parë në pop-upin e parë të Tiranës, nëse mbani mend. Edhe do vinë këtu. E kisha menduar në këtë formë sepse fakti që unë shkoja bëja ose në Durrës ose në Tiranë, vrapoja për të kapur oraret, shumë trafik, shumë stres, sepse është dita që ti duhet të kesh çdo gjë në orarin e duhur, që ti ke lënë të ftuar, që kërkojnë lokacionin, e shumë gjëra të tjera që ka dita. Ndër gjithë këto gjëra ti je dhe emocionuar, je gjithkohës ke marrë urime. Kështu që doja të t'i vendosja disa gjëra nëpër vit dhe goca që vin këtu mos ta ndjej fare këtë, jam ndërkohë të puna, se kur jam këtu në zyrë mund të rrakasin 30 herë në ditë dhe mund të marrin përgjigje nga unë, gjë që në të kundër do marrin telefon her pas here, nuk do jem aty dhe nuk do e kuptoj se si qysh tek është puna. E menduam kështu, edhe besoj se do shkojë mirë. Fustanin kemi mbaruar. Të them t'ja tregoj tani nuk ka vlerë, do ja tregoj nesër. Është më bukur kur ta vesh që jam e lyrë edhe e bërë gati. Fustanin e Bekit e kemi mbaruar, setet Rogertit dhe Roit gjithashtu kanë përfunduar, kemi zgjedhur që të kemi një kot bardhë veshje. Asnjëherë nuk kam vendosur në ditëlindje kot veshje, sigurisht unë e bëj ditëlindje për qef, nuk e bëj as për asnjë lloj arsye, edhe nuk dua të limitoj të ftuarit, por të ditëlindjen e Bekit kam patur edhe një ëndër në sirtar që unë kur nuk pata mundësi të festoj ditëlindjen time siç kam patur tamam atë dëshirë në shpirt, se ditëlindja ime është me 31 dhjetor, natën e vitit të ri, nuk është ajo koha, mundësia që ti ta festosh siç duhet, sepse të gjithë janë pushim, është festë e kështu me radhë. Fakti që Beki e ka tani në qershor, ka plotësuar çdo ëndër timen, unë vtisja të kisha një ditëlindje në verë, të festoja, të bëja gjëra të bukura, evente, edhe eroj të shumë bukur në shtator, por që tani duke qenë se është e gocës, më duket sikur po festoj ditëlindjen time. Dhe thash do bëj diçka të bukur për syrin, për kujtim. Edhe kemi zgjedhur, jemi duke e festuar tek Biona në Fut, që është sipër nga tegu lart në Syrel, po jo fiks në Syrel, nuk e di se si quhet ajo zona. Është shumë bukur, kemi marr pistën e madhe që është gjelbrim jashtë në natyrë. Çdo gjë është shumë jeshile, ka ato llampat lart që në darkë do ndiset dhe çdo gjë duket shumë bukur. Kam zgjedhur që të ketë një dekor vetëm lule natyrale, jo tullumbace, jo gjëra kështu si për fëmijë, por edhe pse është fëmijë, po ajo nuk do e kuptoj gjithsesi ditëlindjen e parë, edhe unë zgjedhja të kishte diçka shumë të bukur, vizuale për syrin,
për gjithë ne të festojmë, të gëzohemi, të bëjmë content, foto të bukura, video të bukura, se realisht ato janë kujtimi më i bukur dhe unë memorizoj çdo gjë me album, duke qenë se çdo ditëlindje dhe rast të rëndësishëm unë i bëj si album. Nuk e dini se keni parasysh ato albume që duket si libër, dua që edhe kjo ditëlindje të duket tamam si në parradha dhe e bukur. Të ftuar do jenë me të bardha, edhe vibe-i do jetë shumë i këndshëm. Kam ftuar familjen time, familjen nga Rogerti, disa shoqe, mikesha, një pjesë të stafit të punës, një pjesë, pjesa tjetër është në punë, jemi staf shumë i madh, do ishte shumë e pamundur, do realizoja në dasëm nëse unë do ftoja të gjithë njerëzit që punojnë bashkë, por paraditë do festojmë diçka këtu tek punishtja dhe pastaj mbasite do festojmë me pjesën më të ngushtë dhe më të afërt që të ndjem akoma dhe më mirë. Ti kem në një event të tillë që është kaq për zemër. Edhe kemi marrë DJ se patjetër ne jemi nga Mirdita, Rogerti është nga Dibra, ne nuk quajmë një fest po s'pat muzikë për të kërcyer pak aheng në gjakun ton, vloni çik, kështu që patjetër që do merr një DJ. Organizimin jam munduar ta bëj një muaj para dhe ja dola. Kemi marrë edhe stafin që do bëjmë foto dhe video, nuk do përfshihem unë si zakonisht që ndodh, por patjetër do kap momente, nuk e di sa do kapi momente për vlogun, por do mundohem, do e lesi porosi Ailit këtë gjë, edhe me telefon do një foto, do një video, se më pëlqejnë shumë dhe gjërat me telefon. Dhe kështu do mundohemi ta shijojmë në maksimum. Uroj që Beki të qëndroj mirë nesër. Po bënim plane sot me vjerën time, me mamin e Rogertit, se si do ja koordinojmë gjumin. Duke qenë se Beki bën gjumin e drekës dhe e bën diku te 2 orë gjumë. Dhe pastaj pasdite mvaret nëse është e karikuar, nuk bën gjumë. Nëse ndihet e lodhur e bën atë gjumin e pasdites sikur gjysore nga ora 5, po duke qenë se në ftesën e në orën 5 duhet të jemi te lokali, nuk e di se si do shkoj, i thash duhet ta mbajmë më tepër, ta vëmë në gjumë nga ora 2, që të flej një 2-3 orë gjumë dhe pastaj mos të flej më. Ta zgjojmë vonë, pra ishim të llogarit të orarë që si me Bekin t'ja dalim që të kemi një rezultat të mirë mbasdite, që të kënaqemi të gjithë. E di që të vinë gjithë dhe të drejtohen drejt saj për foto, për ta puthur, por që ndaj po mundohem ta karikoj, ta mbaj sa më mirë, që të ketë energji. Besoj se do ketë. I kanë ngjarë mami vetë. Edhe kështu. Tani kam bërë 15 minuta video tani duke folur. Nuk e di se sa ju pëlqejnë videot kur flas, por mua më duket sikur jam më afër jush, dhe kur bëj këto videot shumë estetike që thjesht postoj video, më duket sikur ka munguar diçka, edhe mbase për goca që unë i bezisu kur folur, nuk është vibe im, edhe unë kjo jam, nuk duhet të më ndjeke, për këtë arsye sepse unë dua të zgjedh vërtet çfarë audienca kryesore ime do dhe çfarë unë ndihem mirë për ta bërë. Duke qenë se Instagram, TikTok nuk ta lejon që të jesh kaq afër me audiencën, të flasësh më shumë, të të njohin disa këndvështrime të tjera që storyt ose videot aq të shkurta nuk e transmetojnë tek publiku, tek njerëzit. Gjithmonë e kam parë që te YouTube të jem pak më e gjerë, pra të jem në video pak më shumë, pak më tepër, pak më shumë pjesë nga jeta ime, me të folur, me klipe, më të mira dhe më të këqija që një njeri i ka, dhe askush nuk ka një jetë perfekte, askush nuk është perfekt, patjetër me gabime çdo gjë të mirë që çdo njeri ka, dhe realisht më pëlqen dhe kur ndjek njerëz që bëjnë gabime në aspektin dhe më të thjesht, sepse unë mësoj nga ata, për shembull nëse mua kur e kritikon dikë, mua nuk më pëlqen një lloj gjëja, unë mundohem të mos e bëj të vetja ime. Edhe nëse unë e ndjek dhe nuk më pëlqen diçka, është shumë okay, është shumë mirë, unë vazhdoj ta ndjek prapë sepse unë këtë gjën e eliminoj në jetën time, them nuk duket bukur, pra është koha sa e pash diku dhe nuk më pëlqeu. Dhe mbase kjo gjëja bën mirë. Por edhe kritikat të bën shumë mirë që ti të arrisësh akoma më tepër atë gjën, ta bësh akoma më cilësore, që vërtet arrin të shkosh fiks aty ku duan njerëzit, por njerëzit që të duan të mirën, njerëzit që kanë vibe negativ,
Patjetër që as nuk e u marr përsipër ta mendoj atë lloj. Okej, kam folur shumë. Shihemi nesër në ditën më të bukur. Ju dua shumë. Këtu kemi dhuratat për të ftuarit. Kemi menduar diçka shumë të lezetshme speciale bashkë me vajzën që ka këtë faqen, Salin Creation, e cila më ka bërë disa qërinj për të ftuarit. Shikojnë sa cute në ngjyrën më të bukur. Kemi bërë 25 copë dhe këto do vendosen në tryezë tek pjata e secilit. Shikojni? Do kenë një kujtim dhe ata nga kjo ditëlindje. Hello! Ku bëjmë gati? Të gjitha gosat janë bërë gati, janë vetëm unë që kam mbetur. Kush vjen e fundit? Tregoj lukun hajde. Pastaj do të tregojmë në fustanet. Tregojmë pak gjërat këtu. Është për pak rëmuj se ka punuar këtu. Ku ka rëmuj ka punë. Janë bërë gocat njërë më bukur se tjetra. Dhe normalisht kush tjetër, Lebi. Ka përshtypje vetëm me gocat e YouTube-it se Lebi ka qenë dhe te pop-up-i imi parë në Tiranë. Yes. 3 lugë më të bukura. Kanë bërë namin ato atëherë, a, Lebi? Po, si mendon? Shumë. Shumë bukur që. Shumë njëra më e bukur se tjetrin. Ndërkohë këtu po lyhet Nida. Hello Nida. Shumë bukur që kriket e trasha, po. E dini ju që Nida është motra e Rizartës. Dhe bëjmë më të bukur sot. Yummy. Të do. Kemi risotto me fileto. Jo, salmon. Të tjerë, parë. Kjo është darka që është doharë. Të kekë që në t'ja japim Lebit. Lebi është healthy. është fix për ty. Për ne të dyja. Po për ty më shumë se për mua. Nuk pak do sa për shumë. Se na flet parku për fustanin. Të tregojmë fustanin? Po, do e tregojmë patjetër. Të tregoj tani? Po, tregoj detajet, kombinimin. Që ja vi djerës aty. Okej, fillon nga fustani i mamit të Rogertit. Po gjithë tuari në të bardha. A, është kështu dresos? Po. Po. Tani të bekit nuk do e tregojmë, po tregoj vetëm tëndin. Tregoj. Të tregojmë? Ky është i Altës. Dhe ambëlsira për në fund është i Bekit. Oh my god, so cute. Ka dhe këtë kapelen këtu. Por që kur ta veshi vatët dhe parfumi janë pupat që do veshi Alda me fustanin. Për nder të Bekit, po festojmë me një rose. Që të vendos këtu. Okej. Ku e doni juve? Më që se e keni ndurës, është perfekt për mua. Që pjesa tjetër bëhet gati. Përshëndesim pak Rogertin. Hello! Babi gocës së ditëlindjes. Çunat nuk para marrin shumë kohë të bëhen gati, ja Rogerti është gati. Tani tikim të shohim pjesën tjetër ku ndodhet. Oh, hello! Ambra është bërë gati. Edhe po bën gati gjërat e fundit para se ne të ikim. Oh, sa bukur.
Ja dhe kostumi. Pakot I kemi bërë gati, thjesht ka mbetur për të mbyllur. Dhe kjo çanta që është parosi. Sa e bukur. Dhe njerit çuditërisht nuk është diell. Është pak si kohë e vrentur. Po, do dali dielli më vonë. Bravo Ljepi, e ke qarë. Nida, ne var pak. Ka video reagimin. Me pëlqen. Shumë, por e vëmë shënduar. O zotë madhë për e dolla. Sytë. Shumë faleminderit. Tu vetëm e fitness mëngjes, po më thuaj të cila. Alta është almost ready. Më pëlqen shumë.